Mirë, për të biseduar për këtë situatë të krijuar në Kosovë, do të lidhem fillimisht me Kosovë Gjocin, gazetarin e Euronews Albanias në Kosovë. Të përshëndes. Përshëndetje, Mirela. Ndërkohë që në studio jam Eredian Qeriazit, eksperti i çështjeve ndërkombëtare. Mirë se erdhe Eredian, gjithmonë kënaqësi të kemë në studio. Kosovë, po nis me ty, çfarë po ndodh? Është një dorëheqje e zbatimi i një procedure, është një hapësirë ligjore, është një tentativë politike për t'i bërë presion opozitës për të bashkuar votën që të kapet 62-shi, apo çfarë po ndodh në fakt? Si lexohet e gjithë kjo që ka ndodhur sot? Sikur tingëllon, sikur janë gjitha bashkë, Mirela, duke pas parasysh në gjithë këto pastaj kontribon edhe mos koordinimi ligjor, nëse mund të themi kështu, sepse në parim edhe partitë që ishin opozitë gjatë mandatit kaluar, por edhe lëvizja vetëvendosje me partnerët e saj, në një formë apo tjetër kanë të drejtë në atë se çfarë po bëjnë. Kjo për faktin se lëvizja vetëvendosje në formë i referohet kushtetutës, e cila normalisht e thotë që vendi në asnjë variant nuk mund të mbetet pa qeveri, qoftë ajo edhe në detyrë apo në dorëheqje, dhe kemi pastaj partitë që ishin në opozitë deri tash, të cilat duke i referuar ligjit të ri për qeverinë e Kosovës, kanë të drejtë të kërkojnë atë çfarë po kërkojnë. Pra, në këtë rast, zoti Kurti dhe ministrat cilët janë zgjedhur edhe deputet, normalisht nuk kanë të drejtë që të bëjnë betimin pa dhënë dorëheqje nga postët që kanë. Dhe pavarësisht faktit që lëvizja vetëvendosje pretendoi dhe tha se ka një dorëheqje, e cila është lajmëruar përmes atij dokumentit që është paraqitur tek deputetët, për opozitën kjo nuk që mjaftueshme, sepse sipas tyre fakti që ata kanë dhënë dorëheqje do duhej patjetër që braktisnin edhe zyrat qeveritare, përfshi këtu edhe po them gjithë ato beneficione që ata kanë duke qenë ministra apo edhe kryeministër. Por që një gjë e tillë nuk ka ndodhur, për faktin se ta zëm zoti Kurti vetë se ka lajmëruar nesër të ketë një mbledhje të qeverisë. Apo zoti Morati sot ka marrë vendim sa i përket disa çështjeve që lidhen me taksat apo me çështje ekonomike. Dhe në këtë aspekt kjo është arsyeja pse opozita nuk e ka pranuar si dorëheqje atë dokument i cili është prezantuar sot edhe në takimin e Komisionit përkohshëm për verifikimin e mandateve, por që i është prezantuar pak a shumë edhe deputetëve, me pas përmes mediave edhe publikut. Kështu që është paksa situatë e çuditshme, Mirela, sepse është hera e parë që po ndodh